kudo në Shqipëri. E inte 26 qershor, Ngriuni luftoni për kombin tuaj. Edi Rama ishte përfaqësuesi i Shqipërisë tek samiti i NATO-s në Hag. Jo si herë të tjera, nuk ishte në gradën superiore karagjoz nga veshja apo dhe nga sjellja duke shkuar pas aktorëve të mëdhenj të politikës, sidomos afër presidentit Trump. Këtë radhë protokolli është treguar i kujdesshëm në dy fotot që janë bërë, edhe pse është me Albania dhe i takonte të ishte ngjitur me qendrën e të ftuarit, nuk e bën. Në foton përpara darkës, ku e detyruan të vishte këpucë, dallonte nga të gjithë me veshjen jo si mas protokollit me kostumet blu ose të zeza, ishte në rreshtën e fundit, aty ku i takon. Natyrisht presonte shumë tek Sorosiani Kushner, familje ultra e majtë amerikane, të cilit i ka falur Sazanin dhe troje toka të tjera të Bregdetit shqiptar, në një vizitë pit stop të çiftit Kushner përpara isjes që të zbriste në samitin e Hagës. Kishte shpresuar për një foto me Trump, në një batut, u pandas disa urvatje, kur ngrihej si fëmijë fillore për të rënë panë sy të Trumpit, dhe ajo i vetmi segment kur rrutja, edhe ajo në shumë serioz në këtë eveniment, diçka i thot Donit Trumpit, dhe përgjigja është indiferente, kaq. Ata që organizojnë dhe shikojnë sjelljet e Trump ndaj të tjerëve, edhe këtë radhë e kanë mënjanuar Ramën nga afrimi ndaj Donit, siç ndodhi në Myni. Natyrisht që pranë Trump ka qenë shefja e kabinetit, Susan Wiles. Megjithatë, Trump është i paparashikueshëm. Nuk është ideologjik, nuk pyet i majt i djathtë, por pëlqen transaksionet. Fëmijët e tij janë lëshuar të bëjnë miliarda nëpër botë. 1.5 miliard dollar resort në Vietnam javën e kaluar. Dijen favoret e bëra nga Erdogan ndaj Trump, ndaj ai është aq miqësor me të. Problemi është se politika amerikane, edhe pse presidenti ka shumë pushtet, kontrollohet nga segmente dhe forca pushteti disa polare. Fakti që Trump ka firmosur urdhrin ekzekutiv për Ballkanin, korrupsionet dhe demokracinë, që natyrisht është një firmë pa e ditur, sepse nuk mund të ditë gjitha Trumpi, është vjushmëria e politikës jashtme amerikane që kontrollohet nga këto pika që po them. Ndaj Ramës janë të ftohtë Departamenti Amerikan i Shtetit, nuk e ka njohur zgjedhjet ende. Por dikush mund ta shikojë problemin siç e kemi gjithmonë me shikimin optimist, pesimist dhe realist. Me shikimin optimist është që Trumpi nuk e dha as dorën, ai ndonjë të gjithë ishin indiferent, i largoheshin sikur ishte me zgjepe, në darkën që i takon do të ishte tavolina e dytë, sepse është me A, ishte në fund, dhe bëri një gjest shëmtuar, kur të gjithë u çuan në këmbë për presidentin Trump, Rama jo. Në departament, shikimi pra, ky është optimist, do të arrëzojnë, nuk e njohin. Shikimi pesimist është që arriti që Shqipëria të ketë samitin e NATO-s në 2027 në Tiranë. Çfarë do më shumë se njohje me këtë? Se normalisht do thonë që në një vend që vjedhin zgjedhjet, që ka korrupsion, që është shteti i trafikut, aty nuk duhet bëhet. Shikimi realist është ky, me konfliktet e mëdha, kudo mund të ketë një tolerancë edhe ndaj vjedhjeve të zgjedhjeve për të ruajtur status quo. Ku është fakt. Natyrisht miliardat e dollarëve të falura Kushnerit
dhe Ivankës ndikojnë shumë. Por siç u thash, Kongres, në Senat dhe në departament ka segmente që kërkojnë që në Shqipëri të vendoset rendi, ligji dhe demokracia të jetë përfaqësuese. Nuk është. Dhe trafiqet e drogës duke e kthyer Shqipërinë në narkoshtet sipas medias djathtë amerikane, krijojnë problem për sigurinë kombëtare amerikane. Pra në këtë shikimin realist mund të hydhe ai optimist për shpresuar diçka. Megjithatë me Trump nuk është asgjë e parashikueshme. Ajo që më krijoi diçka të habitshme ishte që unë ndalova luftën sepse Serbia donte të pushtonte, donte të sulmonte. Në qoftë se këto janë reale, realisht jemi me fat që kemi mbrojtjen amerikane. Përse ndërhyri në konfliktin e Iranit dhe Izraelit, o përse mund të ndërhyj te konflikti i menduarit i Serbi-Kosovë. Trump çdo gjë e bën në favor të unit të tij, si përfiton ai. Nuk ka rëndësi gjë tjetër. Për momentin e pa që Netanyahu po dilte si figura kryesore, duke thuajse shkatruar gjithë ushtrinë dhe bazën ushtarake iraniane, dhe për të spostuar vëmendjen, për ta zhvendosur vëmendjen nga mos realizimi i ligjit buxhetit, nga problemet me ekonominë. Rritja ekonomike është shumë pak në krahasim me Biden vitin e fundit, mund të jetë më vonë më shumë, ju desht, por u garantua që a do të ketë sukses i gjithë aksioni ushtarak. Një nga generalët, i quajtur Gorilla, i tha po. Aksioni ishte i përkryer, por askush nuk e di se çfarë kanë ngjarë me uraniumin, me centrifugat, pra pa bërë një vlerësim. Dhe Trump, si gjithmonë, është hiperbolik. E ka, fluturon. Fitore madhe, vetëm prej meje. Menjëherë, ai që quhet Deep State veproi. Rodhi një informacion nga inteligjenca e Departamentit të Mbrojtjes, Departament Pentagoni që e ka pa eksperiencë, pa përvojë, nivel shumë të ulët sekretari. E dërguan tek New York Times, tek CNN, pikërisht për të luftuar Trump, i cili thoshte që ato bazat u fshin nga faqja e dheut. Jo. Dhe raporti i inteligjencës thoshte që është shtyr programi dhe përgatitja e armëve për 3 muaj. Trumpi thoshte përjetësisht. Ka filluar që të shaj me fjalë të ulta, nuk i takon një presidenti, median e majt, CNN, MSNBC, madje nuk e shqiptoi mirë MSNBC, se ishte nervoz. Unë e kuptoj pse. Trump kërkon vetëm afrim pozitiv ndaj tij. Pra kemi 2 lloj mediash këtu. Urrëqësit, kanalet e majta, dhe brohoritësit dhe duartrokitësit Fox News. Të cilët i ka shpërblyer janë 30 vetë gazetarë dhe 8 nivele të larta që kanë poste të larta në administratë. Trump nuk i pranon kritikat. Por Trump nuk është si Putin i telefon qoftë del kundra tij. Këtu prap media ka një liri, janë gazetarë të mëvetur që kanë broadcastet të tyre që e vërteta s'do të del. Por CIA dhe kreu Gabbard me njëherë bënda disa deklarata të kërkuara nga Trump që aksioni ka qenë i suksesshëm, por gjua është që janë bërë dëme të ashpra, nuk thuhet janë fshirë nga faqja e dheut, siç thoshte ai. Ja kam thënë që CIA, një ish drejtor, Brennan, e kam pasur me Focus News, me Zoom Focus, thotë që krerët e CIA-s janë të lumtur kur për president vjen dikush që është ignorant politik në jashtme dhe problemet ushtarake. 2 janë rastet Obama dhe Trump. Ai gjunjëzoi Trump vendet e NATO-s me premtimin që do të investojnë 5%, ka të drejtë që thotë po. Rute tejet servil ndaj tij, por thuajse gjithkush. Por mendjet dinake
Macron dhe të Merz thanë, donin të ta mashtrojnë. Do themi 5%, por 3.5% do t'jenë për armatimet dhe 1.5% do t'ja mushin bëndin, janë për plotësuese për ushtrin, ndërtimi urave, ndërtimi rrugëve, çka janë investime në ekonomi. Dhe kjo deri në vitin 2035, 5%. Sa e kanë inflacionin në vit këto vende? Është thjesht për të kënaqur egon e Trump. Spanja u treguam realiste, nuk bëhet. Por dhe autoritari hungarez Orban tha që 5% si paguon dot askush. Duhet të rikalkuluar në Bruxelles rritja ekonomike dhe shpenzimet. Qeveritë europiane me 5% bien. Kanë shtete sociale, nuk e përballojnë dot. Amerika vetë është 3.5%. Nuk do të jetë përjashtuese, nuk do të shkojë te 5%. Ka qenë 8 në kohën e Reaganit. Bota, kam thënë, është trepolare. Kina është armiku kryesor. Por me atë që ngjau në Izrael, amerikanët ndaluan. Ideja ishte për ndryshim regjimi. Edhe pse Trump ka lënë disa opsione, duket se nuk do të shkojnë deri aty. Irani dhe Izraeli e urren njëri tjetrin, nuk mund të ketë paqe të përjetshme me ta. Po blen kohë, si Ayatollah, si Netanyahu, i cili politikisht është rritur, po mungesa e raketave interceptuese janë amerikanët që po hedhin rakete nga nëndece dhe anijet ushtarake për hebrejt, për shtetin që fut. Ndërkohë që ekonomia e Iranit ka shpenzuar $1 trilion për prodhimin e armëve ushtarake dhe kjo është në kurriz të popullit që vuan atje. Për Trump është një fitore. Politikën e jashtme në Amerikë pak vetë ndjekin, 5 ose 7%. Këtu ka rëndësi ekonomia, i suksesshëm është tek mbyllja e kufirit me migracionin. Por e majta e lufton. Kërkojnë të deportohen 3.000 vetë në ditë, kur policët e migracionit ka 6.000 agent, dhe po shkon pas dhe atyre që janë duke punuar. Në për ferma, në për fabrika, kombinate mishi, ndërkohë që nuk arrestohet asnjë pronar. Me ligj, nuk duhet punësosh ata që s'kan dokumenta pune, s'kan leje. Dhe e majta, kërkom t'i kujtoj, Trumpi vetë në familjen e tij vjen nga familja migrante. Gjyshi i tij është larguar nga Bavaria, ka shkelur ligjin bavarez, ka ndërtuar një brothel dhe restorant paligjshëm, ka thyer ligjin. Gruaja e tij e parë është martuar për dokumenta me një austriak, ka marrë në shtetësinë austriake, ka ardhur në Amerikë, mbas 12 vjetësh ka marrë në shtetësinë. E më ka ardhur në anije, emigrante. Ka punuar në fillim si shërbyese, mbas 12 vjetëve ka marrë dokumentet. Gruaja e tretë, Melania, ka ardhur me një vizë turistike, e ka shkelur se ka punuar në mënyrë të paligjshme. Mbas 12 vjetësh ka marrë në shtetësinë për asaj që quhet viza Einstein, si gjeni. Pra, e majta thotë që zoti Trump, kur kërkon të deportosh, më shikosh shumë larg. Se fundit kjo është Amerika, është përbërë nga emigrantë dhe refugjat. Njerëzit që punojnë nuk duhet preken. Kriminalët po. Arsyeja që Biden dhe e majta hapën kufirin, i duan për vota. E djatha për cheap labor. Është fakt. Ky vend ka nevojë për emigrant të cilët punojnë. Do të ishte më arsyeshme të dyfishojë numri i green kartave, por bazuar në merits, në merita, jo me loto, siç e ka Kanadaja, dhe të afrojë truri. Trump e djatha synon që të realizojë këtë. I kthejmë edhe një herë asaj që tha për Kosovën. Uroj që Trump të vi tek teoria e Xhezi Helmsit madh, Kosova të bashkohet me Shqipërinë, por Trump
Në qoftë se humbet Kongresin, do të cilësohet president Nikje mund të humbas dhe Senatin, në qoftë se nuk realizon premtimet në ekonomi. Muajin tjetër fillon vendosja e tarifeve. Përsëri do të ketë shkundje të mëdha tek aksionet e Wall Streetit. Dhe në qoftë se paqja realizohet midis Iranit dhe Izraelit, në qoftë se ata do të vinë në Washington të nënshkruajnë diçka, por Trumpi thotë që nuk ka shumë rëndësi e nënshkruajnë apo jo, rëndësi ka si sillen. Ambasadori Bolton do të më thoshte që sulmojnë kot Bushin për luftën në Irakut se ai gjoja s'kishte armë të shkatrimit mas. Ata kishin knowledge, njohurin. Nuk e heq dot, ndaj u shkatrua sistemi. Dhe në Iran, kjo njohuri nuk ka ikur. Ka vrarë 14 shkencëtar Netanyahu, por janë në 10 të tjerë. Po nuk ndryshoi sistemi dhe regjimi, ai vend do të jetë gjithmonë rrezikues për prodhimin e bombës atomike dhe Irani e kuptoi shumë mirë. Në qoftë se do të kishte një armë atomike, nuk do të guxonte as potenca e madhe amerikane të sulmonte në atë mënyrë. Ndaj ata nuk do të ndalen. Por Netanyahu, Izraeli, është piknisja e konfliktit në atë zonë, duan të kenë kontroll dhe kërkojnë që të shkatrojnë vendet arabe, të coptojnë. Synimi i tyre është që coptimi i Iranit. Pse Izraeli kërkon formimin e një shteti të kurd? Natyrisht kurdët kanë drejt kanë shtetin e tyre. Por në qoftë se ti krijon një shtet të kurd, ke coptuar Turqinë, Irakun, Sirinë, Iranin, pra sundo dhe për qa? Për qa dhe sundo. Latine. Këtë synojnë. Një shteti krijuar në 48-ën, fillimisht departamenti nuk e ka mbështetur, Pentagoni po. Dhe njerëzit kanë drejt, në qoftë se Donald Trump ndaloj luftën midis Izraelit dhe Iranit, e ka këtë fuqi, të ndaloj dhe luftën midis Izraelit dhe Gazës. Trumpi e ka të fiksim e çmimit Nobel, një kongresmen ka bërë një propozim, dikur e pa të bërë propozim kryeministri i Japonisë, por janë aq të majt ata në antarët e Nobelit dhe Trumpi e di mirë që nuk e merr kurrë. Rama ka probleme. Dosjet e McGonigal është si shpata Damokleut për të. Nuk e shpëton dot as Kushner, as Trump. Drejtësia këtu vepron, po hap kutia Pandorës, këtu kapin në zotin Trump. Ai nuk i harron se sa dosje të hapura vet ka, se si donin ta burgosnin. Sepse e fundit, ky vend i madh ka një sistem të tillë që nuk lejon mbretër, ose ata që pretendojnë që janë mbretër, dhe sistemi drejtësisë përmes shkallës gjykatave i jep gjithkujt ato që meriton. Ku do në Shqipëri?